të cikët kur ne kemi bli roba të kukullave, edhe ato kanë qenë që është dashtur prapë se prapë pak mi shkurtu ose mi qep dikon sepse i kanë ratë të mdhaja. Dhe natyrisht që kemi kaluar dhe më dha një muj në spital, nuk ishte periudhe lehtë, sepse ishte periudhe verës, ishte ekstrem nxehtësie madhe, në një sallë kemi qenë vetë nëna, të cilat i kemi pasur dhe bebat atë, periudhë jo e lehtë, mirë po e kalum, dhe fatmirësisht, normal që Zoti deshti, që ai tash te 4 vjetë e gjysmë, dhe është i zhvillum krahas moshës kronologjike të cilën e ka. Ama muajt e parë, mashallah e vërtet, muajt e parë i paske pas të vështirë. Si përjetove në aspektin psikologjik kështu na? Do më thonë, është i natyrshëm ai stresi pas lindjes, por kur e ke parasysh edhe këtë lindjen para kohe, edhe peshën e vogël, kalove në depresion, mendon se ishte periudhë depresive për ty ajo? është interesant se se e kuptun që atë do me thonë reportin që isha unë e kuptun që unë jam psikologja, edhe vishin zakonisht në natë kërkojshin ndim për diçka kur ishin keq emocionalisht. Prej te, po qa me kërku prej te? Unë baka të gjitha, do me thonë, gjendjen emocionale të nënave të cilat ishin duke përjetuar të njëjtën gjë. Natyrisht që tek lindja e parë nuk e kam përjetuar shumë depresionin, sepse ishtë fokusi vetëm tek fëmiu. Oke, do më thonë, kjo të kanë dimu që më fokusu. Dërsa tek fëmiu i dytë kum pas depresion, më shumë se sa tek fëmiu i parë. Me qenë se the që e psikologe, për ta bëni pyetje, a ishte njëjtë si në teori edhe praktika, ajo? Jo. As pak. As pak. Kështu që kujdes që ju thoni. Jo, nuk është as pak e njëjta, sepse prindërimi nuk mësohet nga librat, ajo vjen nga përvoja të cilën e kemi. Faleminderit shumë që na e kujtove këtë moment, e ke më të freskët sigurisht. Të gjithë jemi prindër këtu? Po, të gjithë. Gjithë, dhe më thonë gjithë e kem përjetu këto. Oke, maj madhi është burimi, kujton herën e parë kur u bëre prind. Si ishte? Kam qenë shumë në një periudhë shumë të vështirë, kore, kam qenë shumë i ngarkuar, ka qenë kohë vështirë, ka qenë vitin 1990, kur edhe Kosova ka kaluar në farë etape, jo të mirë. Gjendja vështirë ekonomike, ato largimet prej punës, gjendja politike, e vështirë shumë, ishte ngarkuar kam qenë. Nuk kemi pas burim të ardhurave përveç një pensionit të gjyshit tim. Edhe kemi qenë shumë preokupuar me shumë gjëra, mirë po, prapë se prapë. Të gjitha këto i eliminojmë edhe ardhja në jetë e një fëmijët, si që është vajza, unë e kom marrë vajzën të parën, dhe më thonë, e kom një vajza dhe një gjallë, është një përjetimi veçantë. Edhe unë shpesh herë thomë, jem martuar në moshën 23 vjeqare, e thomë, është fatkeqësi që jem martuar 23 vjetë, është dashtë martuar 90 vjetë. Seriosisht? Për zotin. Oke. Vetëm këto e kom pikë në jetën teme, pse nuk jem martuar në moshën 90 vjeqare, po jem martuar 23. Për martesën a lindjen e ki pikë? Për martesën e kom. Martesën. E lindja? Qëfar moshe? Lindja në moshën 23 vjeqare. Me njerë? Po, se me njëherë, po, ka lind pas 9 muje ka lind, to. Ka lind shumë shpejt, dhe më thonë. Edhe është një përjetim shumë i veçantë, normal që çdo njeri e di se është të bësh prind, është përjetimi veçantë. Më kujtohet shkova pas lindjes spital edhe vizitova bashkëshortën, edhe vizitova vajzën. Edhe është një ndjenjë tjetër kur e sheh fëmijën tënd, kur e merr në gry, në dorë edhe e sheh fëmijën, domethënë. Sa fëmijë bëri më thonë? 2 fëmijë kom. 2 fëmijë, pse me 2 fëmijë? Ma vonë është kjo, mos ma hap temën tash doktoresh. Po unë po vazhdoj se është, por kemi qenë studenta, edhe 2 emra mu më kanë pëlqye, emri për vajzë Bubulina, edhe për djallë, ku më thonë, nëse më lindë Piro, se unë Pira i mbjevnin, shokët më thirshin Piro. Edhe babën te me kanë thirë Piro, edhe unë një ku më thonë shpi, nëse më lindë djallë, ku më janë gjitë emrin Piro, se s'pa ku e heki këtë dilemën shokët si ta thirë. Edhe ku më thonë, vajzë, nëse më lindë, do t'janë gjesë Bubulina, dhe s'kam qenë, do më thonë, studime, kjo e ka pas, diku 6 vjetë para se me lindë fëmijët.
Okej, i kënë do emnat. Ka lind vajza, do më thonë e ka pas emrin Bubulina. Kur më ka lind djali e ka pas emrin Piro. Gabim jem ka qenë që unë nuk i zgjodha 10 emra. I zgjodha vetëm 2. Edhe zoti mi qoj vetëm 2. Po thë që aty o gabimi? Gabim jem që aty. Nuk e di. Okej, mos e boni këtë gabim. Alla që aty kemi metë edhe na. Po, e ndjenja çdo kush e di që do të thotë, sidomos ka ardhur koha që unë edhe të bëhem edhe gjysh. Ja, mashallah. Edhe është ndjenja e gjyshit ish pak në nivel më të lartë se e babës. Dhe me thonë, kur i kam marrë fëmijët e mi, kur mi ka thonë Zoti, ka ardhur kënaqësie madhe, po me përjetue, me tërqenjën teme, me çdo molekull timën, është ardhja njëtë e mbesës time, e Zianës. Ajo kishë dashurin shumë atë madhe se derisa fëmijët e mi i kumë dashtë edhe i kumë edukue. Këto nuk po edukoj. Le të edukojnë prindit e vetë, vetëm për eduhe, dhe më thonë. Dhe më thonë, okej, 2 fish dashnive. Shumë mirë. Doktoresh, ti doktoresh, dhe më thonë, ndryshe e ke përjetu. Si e kujton ti herën e parë? Edhe unë kam lindë në fëmijën e parë. Kishe frikë? Në 98. Ka qenë koha, do më thënë, kur... 98? 98, do më thënë, gjallin e kam 28 vjeqarë. Prej një periudhe keqe edhe ma të keqe. Po mirë. Më kujtohet rasti kur e kam lindë fëmijën e parë, do më thënë, unë si ginekologe... Isha atëherë ginekologe? Jo, isha në specializim. Specializim. Faktikisht edhe të gjitha gratë që vishin me linë, do më thënë, rrallë ndo njërën e shifshim me dhëmbje. Ti specializimin e ke bo edhe teori edhe praktik. Praktik edhe teori. Rrallë ndo një grua e shi, kur të vike për lindje, do më thënë, mrena 1 ore mund të krye lindja. Vetëm ato që ishin lindja 2, 3 ose 4, ndërsa si lindje e parë e dishim që zgjatë shumë. Edhe lindja parë normalisht 6 orë, 10 orë, 18 orë, varsisht prej gjendjes. Lindje naturale? Lindje naturale. Edhe unë zgjohë mora 6 mëngjes edhe i thomë Zenit, burrit, i thomë, kom pak dhimbje, po thash, jo, herë, tash, deri sa të lindi unë, tash edhe ai si doktoresh, tha, okej, mirë, se ti e di ma mirë atë. Mirë, edhe presune ora, pak si dhimbje të vogla, ora 8 shkojnë në spital, në Gjakov, edhe më viziton mjeku kujdesar, më thotë, a i da shabone dhe i tash pëse serë, dhe i thash, po mirë, s'kom dhimbë të shumë, në thash shpetën sot lindjes, dhe deri sa e hapi Zeni historin, 8:20 unë linda. Nuk e di. Opa! Shumë shpejt. Edhe më kujtohet, do më thonë, e kom një anomali, do më thonë, të lindur në qafën e mitrës, e cila është që dilatohen gratë, ka rrallë, jo shumë të shpeshta, dhe janë me fat, ato që e kanë, për arsye se bëhet hapja e qafës e mitrës, gati komplet gruaja nuk ka dhimbje fare. Dhe në momenti kur fiton shtrezime për lindje, atëherë i fiton dhimbjet dhe me shtrezime mund të kryet lindja, do më thonë, për mrena ore, ashtu. Do më thonë edhe unë 3 fëmijët e mi e kum pas fatin që nuk e lindjet shpejta. Kum pas lindjet shumë të shpejta, të mira dhe s'kum pas asnjë problem. E kështu që më kujtohet ajo. Faleminderit. Të kaloj te Jolla. Si e kujton ti lindjen e parë? Jo momentin, po faktin që u bëre non, se nuk është veç lindja. Përjetimet fillojnë shumë ma herët. Para se me fillu unë me folë për lindjen time të parë, para 12 viteve, djalin që e kam lind, do shta me e tregu një histori që është hera parë që për tregoj sonte, që edhe zonja që foli pak ma herët për djalin e vetë që e ka lind para kohë, mu nana ime, më ka lind në muajin e 7, 1 kg 200 gram. Ti e lindur në muajin e 7. 1 kg 200 gram. Shqesa është bo, maj madhe se të gjithë, kështu që edhe djallit. Po rritet të vej. Kështu që po ta heki vezvesën, Si o matë, nuk po matë nasa kile i kam. Po me gjatësi 1,78. Basketboliste. Mjaf. E moj men, mami më ka lind në vitin 1987, në Prishtinë, se unë jam nga Prizreni, mirë po gjendja e keqe shëndetësore e nanës time, është dosh marrë në Prishtinë, në atë kohë të keqe që ka qenë politike në Kosovë, edhe linda 7 mujshe 1 kg 200 gram, edhe une 1 muj ose 1 muj e gjys në inkubator. Jam rritë. Edhe
Pas një muje gjyse, erdhë koha më këthy në Prizren tash, u përmirësu pak gjendja, pak ja nisa më zhvillu une, si fëmi. Po folë sikur me majtë mend vetëm ti, që s'kanë kalzu. Jo, unë po flasë se hallat e mija Kështu më kanë tregu shumë. se ti të folë, ja Se nisa. hallat e mija edhe nana jeme, gjithmonë e përmendin si fakt se thojnë, ki lind shumë e vogël, me pe shumë të vogël, Këto raste të ralla tregon si histori. Që ki murit ka që shumë. Edhe më tregon motra jeme, se une kam motrën 12 vite ma të madhe se une. Tha, kur erdhëm, tha, me të marë, tha, në Prishtinë me kërë, tha, une ulla mrapa, kur të mora, tha, më prehen, tha vetë me veti, sa e keqe koka, sa mirë une jo me bukur e pas në motrën, hiq nuk e pas në të bukur, keqe. Tha, jo, gjelozia e motrave. Kështu që, qështu, nana e me më kalin mu 7 mujshe, po une nuk e kom pas atë fat, edhe kjo ka qenë njëna prej frigave të mija, kur une kom bëjt 7 zone me djalin, e kam pas pak si frikë se thësha mos është genetike, mos do ta keme dhe une këtë me lind para kohë, por jo. Djalin e kam lind në kohën e duhur, në javën e 20, me pesh normal, 3 kg e 300 gram, shumë mirë. Ajo ndjesia ka qenë normalisht shumë e mirë, se kam pas moshën e duhur edhe moshën madhore që të bëhem nën. Isha e gati psikikisht, fizikisht, në gjitha mënyrat që të jem një nën e mirë për djalin tim, një nën që din të kujdeset, për fëmijën e vetë, dhe ndjesia ma e bukur në botë kur bësh nën për herë të parë. Normalisht, gjitha lindjet dhe gjithë fëmijët e kanë gëzimin e vetë, mirë po ajo e para mbetet si histori, kështu që nuk harrot asë njëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gentian, nga qëfar kishe frikë ti në fëmijën e parë? Por, Sol, edhe unë e fëmijën e parë kum lind para kohë. Jo, unë e po bashortja, djalin ka lind para kohë, kështu të mujnë e 7, edhe ai më duket që gjithë... Më duket ko tamam për shqiptar qenë ka kjo të gjithë para kohë. Në mes frikës edhe gëzimit, unë e direkt përjetova frikë, sepse në spitalin e shtetit këtu në Prishtinë, ku lindi gjitha nëna tjera, do të thotë baba që ishim të prit jashtë familjartë, i pritëshin me dalë prej salës, gjitha nana dilëshin me fëmijë, djali im dul pa nana mrena,